ditën e lindjes së shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Dita e sotme ju bekofte dhe ju shinderoft të gjithëve. Një ndër shinjtorët më të mëdhenj të kishës tonë, Shën Athanasi i Madh, thotë që Perëndia u bë njeri në mënyrë që njeriu të bëhet perëndi sipas hirit të tij. Për këtë arsye erdhi Perëndia në tokë të shpëtojë gjendjen e rëndë të njeriut. Erdhi në tokë që Perëndia të bëhet njeri, të bëhet i përulur, që njeriu ta kuptojë dhe ta njohë Perëndin dhe pastaj të shpëtojë ai i cili është qëllimi i të gjithëve ne. Të shpëtojmë nga ktetrat e tiranit, nga ktetrat e dinakut dhe të jetojmë pranë Perëndisë. Për shumë vit gëzuar të gjithëve, keni bekimet e Perëndisë dhe Zoti ju falë një vit të begatë e të shëndetshëm. Për shumë vit. Sot është një nga ditët më të rëndësishme dhe më fantastike të njerëzimit, e cila biri i Perëndisë dhe fjala bë mish dhe banoi ndër ne. Kështu thotë edhe kjo fletush që neve morëm sot nga Pisha. Unë dua të uroj të gjithë qytetarët e Gjokastrës dhe të rreth Gjokastrës gëzuar të shindje të ngrohta, të ndritshme dhe një vit i ri i bekuar. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το 2026. Ήρθαμε εδώ σήμερα με τη φαμίλια μου στο Αργυρόκαστρο. Ήρθαμε λίγο εδώ στην εκκλησία γιατί μας άρεσε. Την είδαμε από έξω και είπαμε να πάμε και λίγο μέσα. Καθίσαμε λίγο εκεί και ήταν ωραία εκκλησία καινούργια. Και εδώ μας αρέσει στο Αργυρόκαστρο. Έρχομαι συνέχεια εδώ και μ' αρέσει γιατί είναι μεγάλη πόλη, έχει ωραίο κόσμο. Gëzuar qofshi, rrofshi e gëzofshi.